Prej Kaçanikut lëvizim në vushtrin e Hasan Prishtinës dhe shumë patriotëve e dëshmorëve. Vushtria e traditës urës kalas, vushtria e bujqësisë dhe përpunimit të ushqimit. Në vushtre kemi kandidatin ton Sulejman Mehollin, i cili tashmë ka siguruar edhe mbështetjen e ish-kryetarit Xhafer Tahirit, me të cilin kemi qenë dikur në bashkëqeverisje. Banorët e vushtrisë e dinë që ky bashkëpunim sjell vetëse zhvillim. E këtij zhvillimi unë po ja shtoj edhe zytimin që me doktor Sylen, kryetar, e me vetëvendosjen në qeveri, ngrohtoria e qytetit do të realizohet shumë shpejt dhe do të pajisen banesat në qasje në ngrohje publike. Doktor Sulejman Meholli, kryetar i arshëm i vushtrisë, para juve. Mirëmbrëma gjithëve të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi madhështor, shumë i dashur dhe i nderuar kryeministër, zotëri Albin Kurti, lejoni që t'ju përcjell përshëndetjet më të përzemërta të qytetit të lartësisë dhe historisë Vushtrisë që në këtë fazë të zgjedhjeve, pra në rundin e dytë në ballotazh, ka trazuar gjithë skenën politike të Kosovës, sepse siç e thatë edhe ju, kemi arritur koalicionin e fitores dhe të ndryshimit në Vushtri, prandaj ja ka arrit edhe tensionin edhe panikun. E padyshim që pjesë e falënderimit për këtë marrëveshje të fitores jeni dhe ju, që si në asnjë komunë tjetër na keni asistuar për të bërë bashkë për ndryshimin e madh në Vushtri. Të dashur qytetar e veçanërisht banor të dashur vendas të mi të Vushtrisë, me 9 nëntor 2025 në flet votim kemi vetëm 2 opsione. Opsionin e ndryshimit me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje bashkë me partnerët e koalicionit dhe opsionin e atyre që duan Vushtrin ta sundojnë e jo ta qeverisin. Me qeverisjen tonë, Vushtrin e zhvillojmë e përparojmë, i kthejmë shpresën dhe dinitetin, i kthejmë vendimarrjen qytetarëve të Vushtrisë dhe sigurojmë projektet e mëdha e bazike që Vushtrisë i mungojnë tash 26 vite. Në 4 vite të qeverisjes tonë, bashkë me zotimin e kryeministrit për mbështetje, ne sigurojmë ujin e pijes në çdo lokalitet komunës Vushtrisë, sigurojmë stacionin e autobusëve, transportin publik në urban dhe ndërurban, sigurojmë parkun e qytetit në sipërfaqe prej 2 hektarësh, sigurojmë transportin falas për krejt nxënësit e shkollave të mesme të larta të komunës Vushtrisë, sigurojmë shujta e mësim gjithditor për nxënësit e shkollave të Vushtrisë, sigurojmë shëndetësi me shumë shërbime e analiza shtesë që këta i kanë kufizuar në 4 vitet e fundit, sigurojmë qendrën e zejtarëve dhe tregtarëve tradicional të Vushtrisë që do të bëj Vushtrin me një qendër qysh i ka hije që përfaqëson vlerat e traditës dhe historisë, sigurojmë lidhjen e Artakollit me Vushtrin përmes rrugës Novolan Vushtri, sigurojmë edhe shumë projekte bashkë edhe me partnerët tonë, shtesim bizneset dhe ekonominë, shtesim zhvillimin përmes funksionalizimit të zonës ekonomike në Lumadh, sigurojmë gjithë transparencë dhe përfshirje të qytetarëve në vendimarrje dhe në qeveri. I nderuar kryeministër, të falenderoj që ke dash shumë buxhet për Vushtrin, por ndihemi keq që ato miliona
kanë përfunduar në gjithë llogaritë e oligarkëve në Skenderaj. Prandaj me ne në qeverisje buxhetin që na ndon ti do t'i shërbej vushtrisë e punësimit e zhvillimit vushtret. Ju faleminderit gjithëve nga zemra, na priftë e mora, atyre që provojnë, na kërcnojnë e friksojnë, nuk mund na të ndosin drejt fitores. Faleminderit.